parashikimit të motit do të kemi sot, ato të kemi pak rrezë dielli apo do të kemi vetëm vranësira, edhe i shohim se çka ka ndodhur gjatë 24 orëve ngjarjet të fundit, pastaj fillojmë me rrjedhën e emisionit. Mirë, po i shohim kështu edhe parashikimin e motit për sot, pas me rrezë dielli në disa prej vendeve, po edhe vranësira, sidomos edhe në vendin tonë, po ashtu edhe në Prizren që pas ka vranësira, edhe pritet rishi shiu në fakt nëse që shohim këto vranësira edhe këtë mot të cilin po e shohim sot. Po i fillojmë me Mitrovicë, ku temperaturat në Mitrovicë maksimale gjatë ditës do të arrijnë 18, në Prishtinë 19, në Gjilan 20, në Ferizaj 21 gradë, në Prizren 23 gradë Celsius, në Gjakov 18, në Pej 18 gradë Celsius. Është temperaturat maksimale të cilat do të jenë gjatë ditës së sotme. Ndërkaq janë këto të cilat janë maksimale gjatë ditës së sotme, mirë po mos të harrojmë që do të kemi edhe temperaturat minimale, të cilat fakt temperaturat minimale janë mjaft të ngrohta, ato e pas parasysh që moti në vendin tonë tashmë është në gjendje të rregullt edhe kemi ardhur për mirësimin e motit. Hajde shkojmë shohim temperaturat e ulta dhe shohim se çfarë temperaturat ulta kemi mbi vendin tonë. Edhe kemi mot të ngrohtë sa i përket temperaturave minimale, apo kemi mot të ftoft, kështu të themi, në temperaturat në minus. Mirë po sipas temperaturave të cilat po i shohim kështu edhe në dalje, në Mitrovicë temperatura minimale është minus 8 gradë, kërkoj falje, në Prishtinë 8 gradë, në Gjilan 7, në Ferizaj 6 gradë, në Prizren 9 gradë, në Gjakov 7 dhe në Pej 9 gradë Celsius. Temperatura këto e cila sot për ditën e sotme, pavarësisht vranësirave të cilat po i shohim edhe në grafik në Prizren, temperatura më të ngrohtë e mban Prizreni edhe ka temperaturën në 23 gradë Celsius. Mirë, po e shohim kështu Kosovën edhe që moti për sot është i ngrohtë, pavarësisht këtyre vranësirave të cilat i kemi po në mëngjes. Po besoj mesditë do kemi një mot të ngrohtë dhe do të kemi temperatura të larta me rrezë dielli, pasi që temperatura maksimale do të arrijë në 19 gradë Celsius. A shkojmë me shohim Shqipërinë, të shohim se çfarë temperatura kemi atje. Po shohim kështu edhe grafikën e Shqipërisë, po më duket që moti si ndryshon Kosovë, kemi edhe në Shqipëri pak një ndryshim drastik. Pavarësisht kësaj vendeve të cilat jemi pak larg me njëra tjetrën, por që edhe moti pak na cilësisht jemi të njëjtë. Po filloj me Shkodrën, ku temperatura minimale në Shkodër është 13, ndërkaq maksimale është 17, në Kukës temperatura minimale është 7, ndërkaq maksimale 18 gradë Celsius. Në Lezhë temperatura minimale 12, ndërkaq maksimale 18 do të arrijë gjatë ditës. Në Dibër temperatura minimale është 9 gradë, ndërkaq maksimale do të arrijë 17 gradë Celsius. Ndërsa në Durrës temperatura minimale është 14, ajo maksimale gjatë ditës do të arrijë në 20 gradë Celsius. Tirana temperatura minimale ka 14, 22 maksimale, në Elbasan temperatura minimale 10, ndërkaq maksimale 22. Vlora temperatura minimale ka 15, ndërkaq maksimale 23, edhe në Korçë temperatura minimale është 8 gradë, ndërkaq maksimale 18. Gjirokastër temperatura minimale është 11, ndërkaq maksimale 21. Po ashtu edhe në Saran temperatura maksimale është 21, ndërsa maksimale është 15 gradë Celsius. Temperatura më e lartë sa i përket Shqipërisë në temperaturat maksimale e kemi Vlorën ku është me 23 gradë. Ndërkaq sa i përket temperaturave minimale e pam që më e larta në Shqipëri është në Saran ku ka 15 gradë Celsius. Temperatura është shumë mjaft të ngrohta, po i shohim edhe grafikën e cila tashmë ka ndryshuar, nuk është me rrezë dielli as në Shqipëri. Mirë po, mjaft temperatura të larta pavarësisht motit i cili veç
ka disa vranësira edhe në disa vende nuk ka rrezë dielli fare, temperaturat edhe ajri do të jetë i ngrohtë për ditët e sotme. Hajde shkojmë shohim Maqedoninë e Veriut edhe shohim se çfarë temperatura kemi edhe atje. Po shohim tashmë edhe Maqedoninë e Veriut, edhe Maqedonia e Veriut po ashtu ka disa vranësira në disa prej vendeve, edhe që temperatura tashmë kanë një ndryshim. Mirë, po e filloj me Tetovën ku temperatura minimale është 14, ndërkaq maksimalja do të arrijë në 22 gradë Celsius. Në Kumanov temperatura minimale do të jetë 8 gradë, ndërkaq maksimalja 23. Në Struk temperatura minimale është 7, ndërkaq maksimalja do të arrijë në 18. Kostivari temperatura minimale 9 gradë, ndërkaq maksimalja 23 gradë Celsius. Shkupi temperatura minimale ka 8 gradë, ndërkaq maksimalja do të arrijë në 19 gradë Celsius. Temperatura këto ku në dy prej vendeve, në Kumanov edhe në Kostivar, temperatura maksimale më e larta do të jetë në këto dy vende sa i përket Maqedonisë së Veriut me 23 gradë Celsius, ndërsa temperatura më të ulët në Maqedoninë e Veriut shënon Tetova me 14 gradë Celsius. Hajde shohim edhe motin në Evropë, edhe shohim se çfarë temperatura kemi atje, edhe çfarë moti po na pret atje. A kemi edhe këtu në Evropë një ndryshim në temperatura, po më duket që kjo gjatja përveç në Kosovë që po ndryshojnë temperaturat, në gjithë vendet ka një ndryshim kështu. Mirë, në disa prej vendeve të cilat janë më të ngrohta, po i shohim që temperaturat tashmë janë të ulta, po e filloj me Lisbonë ku temperatura minimale është 9, ndërkaq maksimalja 16. Në Madrid temperatura minimale është 3 gradë, ndërkaq maksimalja 11. Gjeneva temperaturën minimale ka 7, ndërkaq maksimalja 14. Parisi temperatura minimale 4, ndërkaq maksimalja do të arrijë 12. Dublini minimalën 2, maksimalja do të arrijë gjatë ditës 7 gradë. Në Londër temperatura minimale është 2 gradë, ndërkaq maksimalja do të arrijë në 8 gradë. Brukseli temperatura minimale është 1 gradë, ndërkaq maksimalja 8. Varshava 3 minimalën, 13 maksimalën, 16 maksimalën kërkoj falje, ndërsa në Berlin 13 do të jetë maksimalja. Në Zagreb temperatura minimale është 7 gradë, ndërkaq 16 do të jetë maksimalja gjatë ditës. Në Prishtinë, Shkop edhe në Tiranë e thamë se çfarë temperatura do të kemi, që kemi një mjaft të ngrohtë, ndërsa në Athinë temperatura minimale është 14, ndërkaq maksimalja gjatë ditës do arrijë në 19 gradë Celsius. Ishin këto temperaturat sa i përket Evropës, edhe në Evropë nuk është që pasmi më të ngrohtë për ditën e sotme, mirë po, mos harrojmë se këto temperatura pavarësisht që kanë vranësira janë temperatura mjaft të ngrohta. Po në dy prej vendeve të cilat jemi mësuar pa më të ngrohta, sot pas kemi një ndryshim të motit. Hajde shkojmë shohim Prishtinën edhe të na tregoj për 3 ditë të ardhshme, a do e kemi këtë mot të njëjtë siç e kemi sot, apo do na ndryshojë edhe do kemi kështu rrezet e diellit të cilat na shfaqen edhe momenti që veç i shohim na vjen ai disian se cis ende pa po. Mirë, po e shohim kështu që veç edhe nesër kemi një mot të vrënë dhe pastaj ditët po fillojnë me motin duke u rregulluar. Po e filloj me 12 mars ku temperatura minimale është 9 gradë, ndërkaq maksimalja 19, por që do të ketë vranësira, ndërsa me 13 mars temperatura minimale është 5 e maksimalja 19 gradë Celsius. Me 14 mars temperatura minimale është 10, ndërkaq maksimalja 22 gradë Celsius. Mirë, Prishtina kështu me ndryshim të motit sa i përket këtyre 3 ditëve, e që pasmi ngritje të temperaturave, nuk kemi kështu ulje ose një ndryshim drastik sa i përket temperaturave, e që kjo pritet të ndodhë, e pas parasysh që do jemi afër pranverës, si që thash edhe dje, pranvera pak na pret një mot, pak me shi, pak me frym, pak rrezë dielli, i ka krejt mikse më duket kështu. Por që, në motin e pam, edhe na tregoj se si do e